Përshëndetje dhe mirë se vini në tutorialin e 21 nga mësimi në shqip. Sot do të shikojmë se çfarë është static keyword dhe ku përdoret. Për të bërë këtë, dua të krijoj dy klasa, të cilat njëra do përmbaj metoda, variabla, konstruktor e tjerë të cilët do jenë static, ndërsa tjetra do përmbaj variabla, funksione e tjerë të cilat nuk janë static. Tani për të bërë krahasimin e tyre, do krijojmë te secila klas nga një metodë e cila do jetë public, po them void printo shumen. Kjo nuk është metodë static, sepse nuk e kemi keywordin static të përpara siç është tek metoda main. Kjo metodë normalisht do marrë dy numra double dhe do printoj shumen e tyre. Shuma është, vendosim x plus y. Tek klasa tjetër, le të bëjmë copy paste këtë metodë, printo shumen in static way, ose në ndryshe të themi printo shumen në mënyrë statike. Përsëri kjo metodë do marrë dy argumenta ose do ketë dy parametra, por tashmë do jetë static. Static pra vendosim para return type-it dhe pas access modifier. Tashmë do shikojmë ndryshimin mes këtyre dy metodave. Për të ekzekutuar metodën e parë te klasa math normal class, mjafton të krijojmë një objekt, po them ob1 është e barabartë me new. Le të shikojmë përdorimin e saj. Tashmë shikojmë printo shumen. Printo shumen është metoda që ne kemi krijuar dhe japim dy vlera të çfarë doshme. Kemi harruar të vendosim placeholderin këtu. Korrigjojmë dhe këtë, le ta vendosim dhe këtu lart dhe jemi në rregull. Le të ekzekutojmë përsëri programin dhe do shikojmë se shuma është 106.9. Tashmë le të tentojmë të bëjmë të njëjtën gjë me klasën math static class. Math static class, krijojmë një objekt, po them ob2. Po të vendosim ob2 pik, do shikoni që metoda printo shumen in static way nuk është. Pra printoj shumen në mënyrë statike. Do thoni ju pse? Të gjitha metodat e cilat janë statike asnjëherë nuk do ekzekutohen në nivel objekti. Kur them nuk do të ekzekutohen në nivel objekti, nënkuptoj që asnjëherë ato nuk thërriten me objekt. Pra, në çdo gjë që është static brenda klasës nuk mund të thirret me objekt. Pse ndodh kjo? Kjo ndodh për një arsye të thjeshtë, sepse çdo metodë që është static mund të thirret në një mënyrë edhe më të thjeshtë. Mjafton të shkruash emrin e klasës dhe vendos pik dhe do shikosh që këtu tashmë do shfaqen të gjitha ato që janë static. Dhe në këtë rast kemi tre metoda, dy janë të inherituara ose të ardhura nga system.object, ndërsa ajo që kemi krijuar ne është printo shumen in static way. Kjo është edhe ajo që na intereson. Po të vendosim dy vlera, do të shikojmë se është i njëjti përfundim. Pra, bëjmë start, është i njëjti përfundim. Në rastin e parë që kemi klasën cila ka një metodë jo statike, duhet të krijojmë një objekt dhe pastaj me anë të objektit therrasim vetë metodën, ndërsa në rastin e dytë kemi klasën e cila ka metodën e cila është statike, mjafton të themi ose të specifikojmë emrin e klasës, pik, dhe do na dalin të gjithë elementet të cilët janë static dhe mund të ekzekutojmë direkt. Por çfarë ndodh në prapaskenë, cili është ndryshimi mes tyre, kur duhet të përdorim njërin, kur duhet të përdorim tjetrën. Në momentin kur kompilohet programi, po them kemi krijuar këtë objektin ob1. Në këtë moment kompilatori, e kemi thënë dhe në tutorialet më parë, shkon dhe shikon klasën, sepse klasa kemi thënë është thjesht si një tip recete për krijimin e objektit. Pra deri në këtë moment këtu, në krijimin e këtij objektit, kompilatori nuk e din fare për ekzistencën e kësaj klase. Pra supozoni që kjo klasa që nuk është static nuk ekziston fare deri në momentin që krijohet objekti i parë. Në momentin që krijohet objekti i parë, kompilatori thotë: "Le të shikoj një herë nëse ka një klasë me këtë emër math normal class." Dhe shikon, nëse e zgjen, pastaj krijon objektin në varësi të atributeve që janë brenda, nëse nuk e zgjen, gjeneron një error. Në rastin ton do ekzistojë dhe krijon objektin. Pastaj me anë të këtij objektit ne mund të aksesojmë çdo gjë që është brenda kësaj klase, por që nuk është static. Tashmë le të kalojmë tek rasti i dytë, çfarë bën kompilatori me klasa të cilat përmbajnë elementa static brenda tyre. Kompilatori, siç e thash në rastin më përpara, supozon që nuk ekziston klasa fare derisa vjen momenti për krijimin e objektit, ndërsa tek rasti i dytë, nëse brenda një klase ekziston qoftë edhe një element static, shkon tek ajo klasa dhe çdo gjë që është static brenda asaj klase e allokon në memorie, pra e krijon, edhe nëse nuk kemi krijuar një objekt të asaj klase. Pra edhe pse nuk kemi krijuar një objekt të klasës math static class,
Përsëri metoda printo shumen in static way do jetë e allokuar në memorie në momentin që kompilohet programi, ndërsa në rastin më lart, pa u krijuar objekti OBJ1, metoda printo shumen nuk do allokohet në memorie. Pra çdo gjë që është static në çdo klas të programit do allokohet në memorie në momentin e kompilimit dhe për këtë nuk kemi nevojë të krijojmë një objekt për t'i allokuar në memorie. Kjo është ndryshimi. Pra imagjinoj programin që ekzekutohet në dy rrjedha. Rrjedha e parë është sapo hapet programi ose sapo kompilohet programi, shikon për çdo gjë që është static dhe e krijon në atë moment dhe allokon në memorie dhe pastaj vazhdon me krijimin e objekteve dhe gjërave të tjera. Supozojmë që kemi tashmë një klasë e cila ka një metodë static dhe një metodë jo static. Çfarë do ndodh në këtë rast? Marrim këtë copy, e kalojmë këtu lart paste. Kompilatori në momentin që kompilon programi, shikon çdo gjë që është static. Në momentin konkret vetëm kjo është static dhe automatikisht e allokon në memorie. Pra këtë supozojmë që e krijoi. Ndërsa këtë tjetrën nuk e shikon fare dhe nuk e allokon fare deri në momentin që krijohet një objekt i asaj klase. Pra në momentin që u krijo objekti OBJ1, atëherë shkon tek klasa Math Normal Class dhe shikon. Kjo është static, thot, unë këtë kam krijuar, jam i sigurt, ekziston. Ndërsa kjo që nuk është static, këtë po e krijoj dhe pastaj e krijon tek objekti OBJ1. Dhe përveç metodave static, kemi dhe konstruktor static, kemi dhe variabla static, gjithashtu edhe vetë klasa mund të jetë static. Do theksoja një rast të veçantë kur kemi variabla static. Për shembull, supozojmë që kemi një variabël e cila është public int, po jap një emër të çfarë doshën, number. Tashmë në këtë moment variabli number nuk është static dhe ne mund ta përdorim me objekt OBJ1, mund themi number është e barabartë me 45 dhe nëse tentojmë ta printojmë, funksionon shumë mirë dhe programi është në rregull. Po sikur ky të jetë static, çfarë do ndodh? Ta bëjmë static, do shikoni që gjeneron error. Përsëri është i njëjti problem siç është më lart. Tashmë, meqense variabli number është static, nuk mund të aksesohet në nivel objekti, por duhet në nivel klase. Pra duhet të specifikojmë emrin e klasës, që është Math Normal Class, dhe po të shikojmë tashmë do kemi number dhe themi është e barabartë me 45. Pra është e njëjta gjë, por tashmë ne variablin aksesojmë me anë të emrit të klasës ose në nivel klase dhe nuk e aksesojmë në nivel objekt. Kjo ka dy pasoja ose dy cilësi të veçanta. E para është kjo, variabli number është allokuar në memorie në momentin që kompilohet programi dhe jo në momentin që krijohet objekti OBJ1, dhe e dyta është kjo. Ne, nëse krijojmë më shumë se sa një objekt, të gjitha objektet, për shembull supozojmë se kemi 10 objekte, të gjitha objektet do të krijohen nga një metodë në memorie të quajtur printo shumen, ndërsa për variablin number mund themi që të gjitha këto objekte do kenë të njëjtin variabël që do e aksesoj secili prej tyre. Pra supozojmë që kemi 10 objekte të kësaj klase, secili do ketë nga një metodë printo shumen dhe si rezultat do kemi 10 metoda printo shumen të allokuara në memorie, ndërsa variabli number do jetë një për të gjithë. Pra është shared ose është i ndarshëm me të gjitha objektet. Kjo është shumë e rëndësishme sepse supozojmë që kemi një klasë e cila do quhet bank dhe do ketë një variabël të quajtur interes brenda saj. Normalisht çdo lloj accountit ose çdo lloj objekti të krijuar nga ajo klasë do ketë njëjtin interes. Dhe pse duhet të krijojmë po them 1000 variabla të quajtur interes kur ajo do jetë e njëjta, kështu që krijojmë 1000 objekte dhe të gjitha do bëjnë share të njëjtin variabël, interes i cili do ketë një vlerë të caktuar. Dhe nëse ne i japim një vlerë këtij, po ta shikoni, bëjmë madje pa krijuar objektin, mund bëjmë console write line Math Normal Class number. Edhe pse kemi krijuar te Math Normal Class, un po e ekzekutoj dhe le ta shikojmë një herë. Pra do shikoni që do printohet 45-a. Kjo është arsyeja që thash që variabli number krijohet që në kompilim dhe nuk kemi krijuar asnjë objekt, por number ekziston. Ka një problem. Variablat static, për shembull si në rastin konkret, e inicializojmë këtu në pozicionin konkret ku ne jemi. Por mund të ndodhë kjo që ne nuk e dim se sa është vlera e variablit number dhe si rezultat ne duam ta inicializojmë në një konstruktor. Por problemi është ky, se nëse ne kemi një variabël static i cili është shared ose i ndarshëm mes të gjitha objekteve, nëse ne krijojmë 1000 objekte, pse duhet ta inicializojmë 1000 herë te konstruktori normal? Dhe për këtë ekziston konstruktori static i cili do ekzekutohet vetëm një herë
kur krijohet objekti i parë i asaj klase. Çfarë duhet të them me këtë? Le ta krijojmë një herë. Dhe do themi static, e hesim public, static. Le të krijojmë dhe një konstruktor tjetër. Këtu do printojmë mesazhin normal constructor. Tashmë le të krijojmë disa objekte dhe do të ta shikoni vetë se si sillet konstruktori normal dhe se si sillet konstruktori static. Le të fshijmë këto këtu lart dhe kemi math static class O1 është të barabartë me new math static class. Do krijojmë dhe një objekt tjetër. Math static class O2 është të barabartë me new math static class. Tashmë, me sen se kemi krijuar dy objekte, ju do paramendoni që do ekzekutohet 2 herë ky konstruktori këto dhe 2 herë ky konstruktori këto, me sen se të dy janë pa parametra. Do shikoni diçka tjetër. Do shikoni që ekzekutohet, le të kalojmë këtu lart, dhe do shikoni që në momentin që krijohet objekti i parë i kësaj klase, ekzekutohet edhe konstruktori static, por edhe konstruktori normal. Por në momentin e dytë që kemi krijuar një objekt tjetër, të dytë dhe me radhë, tashmë konstruktori static nuk ekzekutohet më, por vetëm ai normal. Arsyeja është shumë e thjeshtë sepse konstruktori static përdoret vetëm për të inicializuar variabla static. Dhe variablat static, me sens janë të njëjtat për të gjitha objektet, pse duhet inicializojmë tek secili objekt. Pra ideja është kjo që ekzekutohet një herë për gjatë gjithë programit, inicializon vlerat e këtyre variablave static dhe jemi në rregull. Ky është konstruktori static. Konstruktori static ka disa veçanti, nuk merr access modifier, sepse do ekzekutohet gjithsesi, pra nuk ka kuptim të themi public, private e tjerë. Duhet jetë static, duhet jetë pa parametra. Arsyeja pse duhet jetë pa parametra është e thjeshtë sepse edhe ky konstruktor do allokohet në memorie që në fillim të programit dhe me sen se do allokohet në memorie që në fillim të programit ose kur kompilohet, pa krijuar edhe objektin, atëherë ne nuk kemi se çfarë të kalojmë brenda tij. Pra mund të kemi një konstruktor static në klasë, nuk mund të kemi më shumë se sa një, duhet të jetë pa parametra, duhet të jetë pa access modifier dhe brenda këtij konstruktorit mund të bëhen inicializime vetëm variablave static. Gjithashtu, klasa static. Klasa static është shumë e thjeshtë. Tashmë nëse ne emërtojmë këtë klasë static, do shikoj se gjeneron një error këtu. Gjeneron një error sepse një klasë static duhet të përfshijë vetëm elementat e cilët janë static. Përderisa ky konstruktor nuk është static, atëherë ne duhet ta fshijmë fare. Kjo është ideja e përgjithshme e static keyword. Po dalim këtu lart tashmë gjeneron error, siç e thash dhe më përpara, ato që janë static allokohen në momentin e kompilimit dhe me sen se e gjithë klasa është static dhe të gjitha gjërat që janë brenda janë static, do allokohet në momentin e kompilimit dhe ne nuk mund të krijojmë objekte nga ajo klasë. Sepse ajo fundja gjendet në memorie dhe është e njëjta për të gjithë programin. Është njësoj si klasa math. Për shembull, nëse ne bëjmë console write line, themi math pik abs vlera absolute, po them, e minus 78-s. Pra në këtë moment klasa math do jetë static dhe metoda absolute do jetë static. Po ta bëjmë start, ai e gjeneron vlerën absolute, por ne nuk mund të krijojmë vetë objekte të klasës math. Po tentojmë ta krijojmë një të tillë, automatikisht do na gjenerojë një error. Dhe po ta shikoni këto, thotë që përmban vetëm metoda statike dhe klasa math është static vetë. Ne mund ta përdorim me të gjitha funksionet dhe gjërat që ka brenda. Tashmë le ta heqim këtë static dhe gjëja e fundit që ngelet për të parë është ky është edhe ai momenti që ne do të sqarojmë se pse vetë metoda main është static. Tashmë është shumë e qartë. Metoda main duhet domosdoshmërisht të jetë static, për arsye se ne nuk duhet të krijojmë një objekt të klasës program në mënyrë që të ekzekutojmë metodën main. Pra metoda main duhet të allokohet në memorie në momentin e kompilimit të programit, me qenë se kjo është static. Në këtë tutorial kaq kishim përgatitur për të mbuluar mbi static keyword, duhet të theksojmë se ky keyword është shumë i rëndësishëm dhe shumë i përdorshëm. Gjatë gjithë kohës do e përdorim në klasat e ndryshme të cilat janë të ndërtuar në C#, por edhe që do i ndërtojmë ne. Me kaq e mbyllim dhe mirupafshim në tutorialin e radhës.